Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë mama, shikuesi nderuar të televizionit Arria, mirë se erdhët në emisionin e radhës. Sonte kemi të ftuar Qerkin Durgull nga Nisma Social-Demokrate, ku do të flasim lidhur me mobilizimin e elektoratit të subjektit Nisma dhe pritjet e këtij subjekti në përzgjedhjet e 28 dhjetorit. Përshëndetje zoti Durgulli, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arria. Përshëndetje për juve dhe gjithë shikuesit e të Arbrisë. Nisma Social-Demokrate ka qenë ndoshta i vetmi subjekt që nga fillimi, që nga nënshkurti që s'ka kërkuar zgjedhje. Për faktin ka kërkuar formim të institucioneve, por nuk doli kështu, prap po shkojmë në zgjedhje nga zgjedhjet në zgjedhje. Po, siç e thatë edhe vetë Resim, është vërtet që ne nga zgjedhjet e nënshkurtit, domethënë kemi tentuar që venit të ofrojmë institucione dhe kemi shpreh krejt gatishmërinë dhe kapacitetet tona. Liderit Limaj, domethënë ka shpreh krejt kapacitetet që veni të mos shkojnë zgjedhjet, veni të ketë institucione dhe qytetarët realisht të lirohen nga kjo nga këto zgjedhje të cilat të panumërta veç brenda vitit po shkojnë që 3 herë. Domethënë kemi një lodhje të qytetarëve me të drejtë, domethënë kemi pa që një dështim total i kësaj qeverisje, as ka zhvillim ekonomik edhe as ka ndërtim të institucioneve dhe po vjen domethënë një diçka që qytetarët nuk e meritojnë. Po ja që domethënë për te gatishmërisë tonë, ja që kjo nuk eci, partia në pushtet domethënë nuk e pat as fuqinë, as forcën domethënë të ndërtojë institucione dhe ne po si zakonisht ne futim edhe në këto zgjedhje parlamentare të 28 dhjetorit, më të përgatitur se asnjëherë më parë, me vullnetin e madh, realisht që të shkojmë drejt zgjedhjeve të 28 dhjetorit, që Kosova të ketë institucione mbas vitit të ri 2026 dhe ne presim fuqishëm që edhe Nisma domethënë të jetë pjesë e Kuvendit Republikës Kosovës siç ka qenë edhe në legislaturat e kaluara. Zoti Durgulli, a mund na jepni një opinion të juaj? Cila është arsyeja e vërtetë sipas subjektit të juaj që të shkon vendi në zgjedhje? Ka mendime dhe ka opinione të ndryshme. Disa thonë që zoti Kurti s'ka qenë interesuar, disa thonë që nuk ka mundur t'i bërë numrat dhe po ashtu kemi edhe një pjesë të opinionistëve që thonë opozita s'ka qenë e gatshme të unifikohet që të tregon edhe aja numrat dhe vullnetin për formimin e institucioneve. Ku qëndron ky opinion tek Nisma? Për te asaj që kemi po, domethënë që një opinioni, realisht po, ne nuk e patëm një mundësi domethënë një krijimit një frontit përbashkët opozitar që kryetari Limaj ka kërkuar domethënë vite më parë, po masane e pam që realisht edhe numrat nuk i pat, domethënë kjo qeveri dhe kështu që për te angazhimit, për te gatishmërisë tonë që veni të ofrojmë institucione, sepse në fundit partitë politike janë këtu dhe garojnë për t'i dhënë vendit institucione, qytetarëve realisht t'i ofrojnë institucionet dhe tezë vendit tutje nuk patëm një gjë të tillë, kështu që pa dëshirën tonë dhe besoj shumë qytetarëve të Republikës ne detyrohemi të shkojmë në zgjedhje. Sigurisht se në këto zgjedhje qytetarët që ka me vendos, po ka me ditë edhe me vlerësu, edhe gatishmërinë e secilit për subjekte politike, qoftë për t'i dhënë vendit institucione, qoftë për mos gatishmërinë e tyre për të ballafaquar me institucionet e reja. Po ti gatishmëri zoti Kurti të formojnë institucione edhe s'u bënë numrat apo në një farë forme me taktikat që i bëre nuk dëshirante? Pa një spekulimet e politikave të Albin Kurtit, kryeministit në detyrë, unë mendoj që ai nuk i ka pas numrat dhe për te asaj nuk i ka pas gatishmërinë, domethënë me udhëheq me vendin edhe me projektet edhe me sfidat edhe me ballafaqimet që e presin vendin tonë ta. Tani më është realitet, zgjedhje kemi me 28 dhjetor, pikërisht 2 net para natës së vitit të ri, sa është e mobilizuar dhe e përgatitur Nisma Social-Demokrate për këtë zgjedhje. Resim, aja që kemi parë këto ditë, realisht më mirë me thonë këto javët e fundit, ne ju kemi përgjigj një thirrje nga bazat një bashkimit qytetar, popullor,
të gjithë të cilët e dojnë një bashkim drejt Kuvendit Republikës për të dhënë vendit institucione demokratike, institucione me njerëz cilët edhe din, edhe mundin, edhe kanë dëshmuar që të qojnë në zhvillimet, proceset politike të vendit përpara. Po, nisma është e përgatitur, nisma tani është në teren gjithkohë. Ne kemi parë edhe thirrje të shumë bashkëluftëtarëve të zotit Limaj, mendimtarëve jo vetëm brenda nismës, por përtej partive politike, përtej nismës socialdemokrate, kemi po shumë zëra, të cilët edhe para se mu fut në këto zgjedhje kanë kërku një bashkim forcash, sepse e kanë pasë vetëm bashkimi i forcave, i njerëzve që dikur kanë dëshmuar, që të dinë bojnë edhe luftën, dinë bojnë edhe lirin, edhe shëndërtimin e vendit, Kosova kur ma shumë se sot ka nevojë për ta. Po megjithatë, përtej asaj, përtej gatishmërive, të njerëzve që tani dijen publik, edhe shumë e shumë njerëzve tjerë që për moment që i dim, po që i kanë dhënë gatishmërinë, aja që është më e mira, përtej asaj që nuk ndodhi, ky bashkim unë besoj që nuk ka forcë që do të ndalë, ky bashkim do të ndodhë, por ne si parti politike garojmë të vetme, se cilave që veç, dhe i drejtojmë qytetarëve me 28-ën, me shpresën se qytetari ka me vlerësu drejt gatishmërinë tonë, dhe rrugtimin tonë politik, që nga pas lufta e deri më sot. Aja që jemi të e po në teren, mobilizimi i radhëve në secilin deg, anë e kanë vendit, dhe kemi parë këto ditë dhe konfirmime që po na vinë qoftë me takime direkte, qoftë përmes rrjeteve sociale, përmes telefonatave që i bëhen, kudo nga kryesisë nismës, gjithë kandidatëve për deputet dhe degëve anë e kanë vendit, ne jemi të e pa një angazhim maksimal dhe ne besojmë fuqishëm që nisma do të jetë pjesë e Kuvendit Republikës me 6+. Edhe një diçka kur jemi këtu, unë mendoj që me hyrjen e nismës në Kuvendin e Republikës Kosovës, në legjislaturën e 10 tashmë e radhë, është nisma ajo që e përcakton, do të thonë se kush ka më dhënë qeverinë. Nisma në Kuvend, do të thonë këtë qeverisje që ishte deri më tani, nuk mund të jetë në drejtim shtetit. Do të jenë forca të reja politike. Ne do të shkojmë drejt Kuvendit dhe atje do të kemi bashkimin e madh, me një bashkim që do të udhëheqë vendin, do të thonë në 4 vite të ardhshme. Po të një reagim të opinionit, posaçërisht për dy nisma të qytetarëve që ishin pro bashkimit, tani padyshim që jeni në kontakte me këta njerëz, me këta mbështetës të këtij koalicioni. Si po pritet tani, pasi po garojnë të vetme si PDK ashtu dhe nisma? Ta shton drejtën, është një elektorat që bazën e ka të njëjtën, brumin e ka në pothuajse të njëjtë, edhe ne anë e kanë vendit, do të thonë, jemi miq, jemi shok, për te asaj që këtë periudhë, do të thonë, nuk u arret, ishte një kohë e shkurtër, po mendoj të faktin që e kanë thonë Bedri Hamza në anën tjetër, po unë mendoj që Fatmir Limaj, në komunikim të vazhdueshëm me qytetarë. Fatmir Limaj vazhdimisht është personaliteti dhe politikani pothuajse ndër të vetmit në vend që ka komuniku vazhdimisht dorë me qytetarin. Në komunikimet e tij me qytetarët, po shihet një mobilizim jashtëzakonshëm, një mbështetje jashtëzakonshme që i vjen cep po cep anë e kanë vendit. Dhe kjo na bën mund i mirë, kjo na bën drejt, ky rreshtim i madh është i ndodhur. Ne kemi pa edhe intervistat e kryetarit Limaj dhe gatishmërinë që ka ofruar, dhe thirrjen që e ka bë për secilin bashkëmendimtar, bashkëluftëtar, bashkëudhëtar të tij, qoftë në luftë, qoftë në paqe, që t'i bashkohet numri 1, 2, 3 në këto zgjedhje dhe të shkojmë drejt Kuvendit, sepse vendin e presin sfidat mëdha. Është një prej politikanëve që tani opinioni edhe vendas dhe jo vetëm e nje, do një politikan që ka tregu elokuencë politike në secilin rast, një politikan që ka shpreh gatishmërinë, do në secilin etap dhe bashkëpunimin me secilin forcë politike, një politikan që i ka të kalu tani caqet nacionale, dhe një politikan që kalon zhurmë edhe në shtetë ndërtim, po dhe në lirinë e Kosovës. Kujtojmë projektet e tina, 2008-2010 dhe 2017, projektet që sot
janë të vetme gjurmë që një politikan mund t'i lej për mashtutës e deri këtu. Do më thonë, krejt kjo, apo më me thonë, arma kryesore e Fatmir Limajt është bashkëpunimi me të gjithë ata që e duan të mirën venit. Dhe në këtë drejtim, dhe duke në kuptim të thirrjes ti që e ka bo, edhe sot, edhe unë si bashkëmendimtar, si bashkëluftëtar, që 3 dekada që rrugtojmë bashkë, edhe në luftë edhe në liri, jo bëj thirrje gjithë atyne mezhve, gjithë atyne familjeve që e kanë dash bashkimin. Ne po e bëjmë bashkimin nga baza. Do të thonë, një bashkim që ndodh nga baza nuk ka as zyre politike, as kancelari, as kthim që mund ta ndalë. Ky bashkim po shkon, ky bashkim po bëhet realitet fillimisht përmes numrit 122, duke i dërguar në Kuvendin e Kosovës 6 deputet, 6-7, matje tonë RSM për momentin flasin që po jemi të 35.000 e tutje vota, krejt që na duhen neve, na duhen edhe 10 deri në 15.000 vota për të kaluar këtë pragun politik zgjedhor sipas rregullat të KQZ-s, dhe unë i thras, krejtëmisht, kudo që janë, nga partitë ndryshme politike, po e janë i votoni numrin 122, sepse ne dërgojmë 6 deputet plus në Kuvendin e Republikës Kosovës. Kudo që qitu 10 deri në 15.000 vota shkojnë, qoftë në partitë politike, qoftë të PDK-ja, LDK-ja, atje mund të bëjnë diferencën vetëm në një deputet. Përderisa me 10.000 vota shtesë të numrin 122, të lista e Fatmir Limajt, do më thonë, ne shkojmë me 6 deputet plus. Si situatë, si vlerësimi terrenit, për me përfundu këtë pjesë, do më thonë, jemi mirë, ne po punojmë vazhdimisht, do më thirrjet, konfirmimet janë të na ardhur vazhdimisht, dhe nuk jemi duke u ndalur deri me datën 28. Gjithashtu, presim një mbështetje të mirë nga mërgjimtarët. Mërgjimtarët tani më e kanë kuptuar se cila është e vërteta, dhe unë i them gjithë atyre mërgjimtarëve, jani votoni Fatmir Limajn. Ky është momenti i së vërtetës. 6 plus në Kuvend. Zoti Dugolli, synimi juaj është hyrja në Kuvend. Po. Sa pa mundi ta përqeni këtë mesazh që e that edhe këtë, që hyrja e nismës në Kuvend ndryshon balancet politike për faktin që nuk mundet të jenë 4 subjekte në këtë rast, edhe të jetë një shumicë afër 50%. Është një betejë politike që po bëhet në Kosovë, se apo mund të zvogëlohet më shumë vetëvendosja, apo të rritet në formën partitë opozitare. Edhe ky ndryshim i këtij balancit, ashtu që e thatë ju, është nisma. So pa mundi ta përqeni këtë mesazh. Në debate drejtuar opinionit publik, në takimet gjithande e venit, në takimet e shumta që kryetari Limaj punon 24 orë në terren, po dhe aktivistë të tjerë të nismës, qofshin struktura, qofshin kandidat për deputet, do më thonë, janë duke e dërguar këtë mesazh dhe e mira vjen, do më feedbacku, me thonë që vjen shumë pozitiv, sepse e kanë kuptu se, pëthuj se të gjithë, e kanë kuptu që nisma në Kuvend, do më thonë, e rregullon balancat me numra, dhe kjo është e mira që komi ndodhë vendit. Nisma në Kuvend, do më thonë, drejt bashkimit një grupit madh parlamentar që ka me udhëheq vendin në 4 vitet e ardhshme. Ne po presim, do të thonë, edhe sipas vlerësimit dhe asaj që po shohim në terren, po dhe njerëzve që po vinë me na mbështet. Ne resim kemi shumë konfirmime këto ditë të fundit, mërgata jonë rrethin nga vi, edhe unë, po dhe rreth e tjera të vendit, që do të konfirmojnë që po, ose të okur me Fatmir Limaj, sepse ky njeri i duhet Kuvendit Republikës Kosovës. Ky formacion politik i duhet dhe fundit njerëzit po i vlerësojnë provat. Po i vlerësojnë dëshmit, po i vlerësojnë argumente dhe gjurmët që dikush ka lënë për këtë vend. Do të thonë, zona ku jemi na, e din, po jo vetëm zona nga vim ne, po edhe ja din vlerat, ja din meritet, dhe është një zonë mirënjohëse, është një zonë që në respekt të së kaluarës dhe të asaj që e bën sot, do më din me vlerësu. Këtu tjerat, do më thonë, meten më po ne besojmë fuqishëm, do më thonë, që jemi në rrugën e drejtë për me hyrë në Kuvend, dhe këtu ditë që na kanë metur, jemi në kërkim të 10.000 voçit, që aktualisht na mungon për të kaluar këtë pragun, megjithse tani më kemi shumë thirrje për aktivistëve tonë që mos e përmeni pragun se
dhe më thonë, Zoti Limaj nuk nje as rrethime politike, Zoti Limaj nuk nje as progë elektorale, sepse Zoti Limaj është njeri që ka dëshmu, që ka ditë realisht në secilën betejë me dal fitimtar me elokuencën e tij politike, me shkallësitë e tij politike, me të kaluarën e tij politike dhe luftarake, edhe me gjurmë që e kalon, dhe më thonë, në ndërtim të vendit edhe në mirëqenien e secili qytetar të Republikës. Tek nisma edhe te lideri Limaj është përmendur do të qojmë rrethin. Po. A kishim mundur pak? Më na tregu çka nuk kupton rreth. Është një simbolik politike, rësim, që kryetari Limaj e ka thonë në një debat televiziv, dhe kjo simbolik e ka tërhequr një paralele në një moment gjatë luftës çlirimtare të shajt, kur në vargmalet e Berishës, do më thonë, ishmi të rrethuar me qindra, automjetet e motorizume, edhe me dhjetra mira, do më thonë, ushtare, police, paramilitar, serb, në momente të së vërtetës për qenë apo të mos qenë, dhe ishmi të rrethuar nga gjitha anët, dhe në moment saktum, do më thonë, shije gatishmëria e luftëtarëve tonë atje, e secilit, falenderuese me një secilit për jetë e matë, dhe aja që ka kishmi 85.000 luftëtarë në Gryk. Dhe kishmi dëgju që janë e kanë, do më thonë, populata, në kanë të vendit, do më thonë, deportohej, ndigjej, vritej, masakrohej, mastorshës me këto. Fatmir Limaj thëtë, del para ushtarëve e thëtë, 85.000 banori kanë brenda. Pa shkel, mbi trupat e shtyne luftëtarëve që jemi shko, nuk asë një qytetar i joni nuk ka me pa ftyrën e armikut serb. Dhe ne shpërndami në për gjitha pikat, e qojmë mesazhin të secili luftëtar, edhe e bëjmë betejën për të vërtetën tonë, për luftën tonë qajtë. Dhe e mira është që kjo betejë, do më thonë, u fitu prej anës tonë, armiku nuk arriti me bëha ato që, dhe ne qajtëm rrethimin, do më thonë, mas aty në betejave erdhi liria e vendit, do më thonë, se cilin nga ne ishmi në pozicionet të veçanta, po me një respekt, do më thonë, për gjitha të banorë që na kanë bashkëpunu, dhe ndihemi shumë mirë si pjesë asaj që i përkas edhe në asaj zone, do më thonë, që gjitha ta banorë sot djerë shtëshe mirë, që gjitha ta banorë sot zhvillojnë familjet të tyre, se aty kanë linë dje me vajza që sot i kanë mbi 20 e sa vjetë, dhe sot e zhvillojnë jetën e tyre të lirë, e të pavarur në vendin tonë. Dhe kjo tash me qa rrethimin, ishte një mesazh, sepse atje e ka qa rrethimin dhe e ka mujt, do më thonë, kjo ishte një mesazh, një simbolik politike, po e janë i bashk edhe kësaj radhe, do më thonë, sepse sa do që kemi do rrethimi politike, ne kemi nevojë me qakit rrethim politik, me shku 6+ në Kuvendin e Republikës. Edhe pse nisma socialdemokrate është një subjekt më i vogël nga të tjerët, ka garuar me një listë zgjedhore prej 110 kandidatëve. Sa janë përfaqësues të aspektit gjeografik të vendit tonë dhe përpas liderit Limaj të subjektit juaj, sa do të munden që edhe këta kandidatë të mobilizojnë masat, sepse ndryshe është, kur është një listë 20-50 kandidatë, ndryshe është 110. Po, të lista është një listë kredibile, nëse dhe unë mendoj që nga numri 1 deri në numrin 110, apo më thënë nga numri 110 deri në numrin 1, do të thonë krejt komplet përbamja listës, do të thonë është një listë me personalitete anë e kanë vendit, përfshirje gjeografike që e përmende anë e kanë vendit, po thuaj që në secilin komun kemi kandidat, dhe listë që gërshëton emra lirie, listë që gërshëton emra shtendërtimi, listë që gërshëton emra tjetës publike, do të thonë që kanë lënë gjurmë secili në vendin ku jeton dhe ku vepron. Nëse e mormi edhe krahasimin e listave, unë mendoj që shpesh kemi po, dhe më thonë, është një, o bon një farë klisheje
e debatimit të listave, komentimit të listave, qoftë 10 që apo 20 që a parë. Që po supozojmë 20 që në parë. Merë këshyre se cilin listë 20 që së parë. Dhe unë menaj që pa janë shkalu edhe deri të 110 që thash. Është lista me emra ma kredibil që i ka vendi. Luftetar, drejtus, profesor, tjetës publike, njës që kanë një gjurëm në këto. Pa hy me emra, nga numrin 110, deri të numrin 1, jënë emra dhe personalitete se cili në zonën e vetë që ka lënë gjurëm në punën dhe komunitetin ku jeton. Në këtë listë është edhe... Me një fjallë, këtu është USHK-ja, këtu janë themelus të partive të luftës, këtu janë themelus e shtetit Kosovës, këtu janë njerëzit që kanë zhvillu me në kësaj luste, këtu janë kësaj liste, këtu janë njerëz të bëhon që i kanë dhënë kuptim edhe jetës publike, edhe politike, nga marrimi i luftës e deri më sa. Në këtë listë është edhe kandidatë... Dhe qytetarët ndërum, në 122, ku do që prekni, nuk gaboni e vlerësani. Në këtë listë është edhe Çerkin Dukolli. Po. Zotë Dukolli, cilat do të jenë prioritetet? Nëse do të jeni pjesë e kuvendit si deputet, çfarë do të përfaqëson Çerkin Dukolli në këtë listë? Po, unë jam njëri për ty në listë, aja që po du me thonë, do me thonë para familjes time dhe para secili qytetarët të Republikës Kosovës. Çerkin Dukolli ka me konë qaj që është që 35 vjetë e knena që matë men, dhe bon në vendin ku jam one, dhe bon për veprimtarin teme. Unë përbëj mi 35 dhe në 40 vite aktivitet, dhe thonë pejt demonstrata, vitet 80, 90, luftës për liri, punës në institucione dhe të Republikës, qoftë në të më kë për një 8-9 vite, qoftë në institucionet shtetit, qeverisë, duke udhëhequr departamentet digastere të rëndësishme, dhe më thonë në zhvillim të venit, qoftë në zbatim të ligjit, qoftë në punën publike, si kumë shërby si pjesë e kabinetit qeveritar, duke qenë zëvendës ministër të Ministria e Punës dhe Ministria e Punëve të Jashtme për një kohë të caktuar, do të jenë pa e njëjti. Një njeri që për 3 dekada rrugtojnë bashkë me Fatmir Limaj, prej 97-ës e deri më sot, do të jenë pa e njëjti Çerkin Dukolli në shërbim të qytetarit, dhe më thonë, të secilit qytetar që ka nevojën me pas. Do të jem, do më thonë, një zonë i fuqishëm në mbrojtje të gjithë atyre që kanë nevojë, një zonë i fuqishëm në mbrojtje të shtetit ligjor dhe të së drejtës, një zonë i fuqishëm për zhvillimin e vendit, një zonë i fuqishëm për një diplomaci të mirëfillt, do të thonë, dhe mitësi me aleatën ndërkombëtar, me ata që ne kanë ndihmu këtu ku jemi, gjithsesi edhe për shtresat ndryshme të popullatës. Sigurisht, sektorët, do të thonë, kanë ndihmën e vet, ish luftetarët, arsimi, shëndetësia, gjyqësorit, gjithë të ballafaqohen, do të thonë, me vështirësitë, po megjithatë ne jemi një zonë zgjedhore dhe unë po them gjithë qytetarët e Kosovës. Për ata që më njohin dhe për ata që nuk më njohin, do të jem 24 orë në mbrojtje të integritetit, sovranitetit dhe politikës Republikës Kosovës dhe gjithë sektorëve që janë brenda e që japin shpirt të zemër Republikës sonë. Barsi listës është lideri i subjektit nisma Zotëri Fatmir Limaj. Ai duhet kuvendit Kosovës, një politikan i tipit të Fatmir Limajt. E ka po Kosova, e kanë po këtu legislaturat gjitha, e kanë po institucionet e Kosovës, që Fatmir Limaj gjithmonë ju ka deshur Republikës Kosovës, gjithmonë ju ka deshur kuvendit Kosovës. Dhe unë ftoj qytetarët, që masivisht, që shini ty rreshtu, e janë bashkohuni në listën 122, në listën me Fatmir Limaj, sepse vetëm me listën për Fatmir Limaj, dhe më thonë, ne do të drejtojmë qeverinë e Republikës ardhshme, do të thonë, bashkë me grupin e madh parlamentar që do të ndodhë mas zgjedhjeve të 28-it. Me Fatmir Limaj dhe njerëzit e tij në kuvend, do të thonë, kjo qeveri në detyrë aktuale që një vjet e sa, do të thonë, ecë shtëpia. Këto secili qytetar që jeton këtu dhe secili mërgjimtar që ka me ardhur dhe ka me na mbështetë, ka me votu, e që po i bëjmë thirrje me na votu listën 122 me Fatmir Limaj, dijeni që me Fatmir Limaj në kuvend, kjo qeveri, me cilin jemi lodh, jeni lodh gjithë ju qytetarët nderuar, kjo është shtëpia
dhe ne shkojmë fuqishëm drejt ndërtimit të institucioneve në grupin e përbashkët politik parlamentar me drejtu shtetin e Republikës Kosovës. Krahas përgatitje për zgjedhje është bërë debat në këto ditë të fundit edhe diaspora. So keni mundur të arrini, të mobilizani diasporën, njerëz qytetarët që jetojnë jashtë, që të janë në mbështetje të subjektit të juaj, sepse duket një garë e subjekte politike edhe për diasporën. Qytetarët të Kosovës, domthonë që jetojnë në diasporë, realisht më përpara, domthonë e kemi pa që ka pas formacione politike që kanë punu shumë me ta. Dhe ne realisht diasporën asnjëherë nuk kemi pas si vot, po kemi pas si shpirt i gjallë që i ka dhënë jetë zhvillimit qytetarit Kosovës së dhe 40 vjet. Edhe gjatë robërisë, edhe gjatë shqerimit, edhe mas shqerimit. Dhe asnjëherë nuk e kemi pas si vot politike. Mirë, po gjithmonë e kemi pa atë njeri që le zhvillohet për veti, për familjen, për komunitetin, sepse ata njerëz e kanë marrë këtë vend. Veç nëse hynë i këshyre emitencat e tyne, ndër vite gjithmonë shkojnë të rritë. Janë njerëz një diasporë që e ka marrë gjallë një Kosovë. Në këtë drejtim, na i kemi bërë thirrje mërgemtarëve që me mbështet. Kemi po për shembull që diaspora një kohë gatë ka mbështet formacione të ndryshme politike. Po kemi po edhe që e kanë thonë diasporës. Ne me respekt e mirënjohje drejtohemi diasporës të ndashëm. E janë një njeri i cili tonë jetën e vetë, ja ka kushtu që ti veni. Dhe kjo është lista 122 me Fatmir Limaj dhe kandidatët që i ka brenda. Me Fatmir Limaj, edhe diaspora, edhe qytetari i venit, besoj njihet mirë, edhe ka me konë i përfaqësuar edhe se e përket, do të thonë, diasporës. Ne kemi nevojë për një diasporë të fuqishme, që vjen, e zhvillohet dhe investon në vajin e vet. Mirë, po deri më ta, ne kemi po këtu 6-7 vite në fundit që asnjë mundësi, edhe atë mundësi që e ka pas, e kanë largu nga mundësia. Do të thonë, diaspora jon janë njerëz punëtor, janë njerëz që kanë gjetë veten anë kënd vendet të perëndimit, e le më zhvillu. Sot diaspora jon del e zhvillohet dhe gjanë, dhe më investon në shtetet për rreth. Po, na kemi nevojë për diasporën. E janë se me politika tona, diaspora ka me kanë shumë më fuqishme edhe në zhvillimin e bizneseve dhe veprimtarive tyne ku të qetëm. Zoti Dukul, veni apo nisma socialdemokrate si bastion vetin e llogarit Malisheva. Malisheva në zgjedhjet e tetorit ka pasur një rritje të elektoratit, nisma socialdemokrate në Malishev ka pasur një rritje të elektoratit, po ashtu ka pasur zëra edhe prej subjektet të tjera që t'i afrohen punës që ka bërë zoti Kastrati në një formë ose formë tjetër, ka përfunduar jashtëzakonisht mirë në bazë të buxhetit dhe kapacitetit që ka. Sot do të ndikon kjo tek qytetarët që të shohin një model që preken çdo ditë. Kryetari i komunës miku joni përbashkët, e kam Kastrati, kemi pa që ka bërë punë të jashtëzakonshme. Për këto vite dhe ka transformu Malishevën, çfarë kemi pa, ai pat hyrë në garë para 4 vite sa atëherë për Malishevën urbane dhe pat hyrë me një premtimin që po do ta bëj. Dhe para se me përfundu mandatin e parë realizoj. Një njeri i përkushtuar, një familjar i madh, një adhetar i madh, një familjar i mirë dhe adhetar i madh, një shok e mik i shkëlqyshëm, qysh është kryetari Kastrati, domethënë edhe qytetari e kuptoi drejt, edhe thirrjen e tij, edhe bashkëpunimin e tij, edhe domethënë sjellja ato. Domethënë për atë parë Masutën Malisheva ka lënë pa balotazh, edhe unë dua më shpreh falënderimin, domethënë edhe për punën që ka bërë kryetari, po gjithë secili qytetar që e ka bërë. Ajo që përmarr këtu, po, ka rritje të madhe në Malishev, që shpat domethënë në këto lokalet që i kalum para 2 muajve, dhe pritjet tona, pa e që është më rëndësi. Për më lidh pak domethënë muhabetin e para 2-3 minutave. Diaspora, shumë për mbështetje Krem Kastratit. Një diasporë që ka ardhur, po flas për diasporën e Malishevës, e cila të gjitha pushime që i kanë kryer në verë, edhe ndihmën, kanë lëviz për te Malishevës për më shku, domethënë pini kafe, me dal jashtë,
Tash Malisheva është Malisheva. Domthon diaspora Malisheva s'po nalet. Domthon edhe te diaspora, edhe te elektorati vendas rezident që jetojmë në territorin e Malishevës, ne jemi të pa në lëkundit të madhe të elektoratit drejt nismës, edhe këto ditë që jemi atje në teren, për shumë që aty nisma, do më thonë, ne minimalisht i presim 15.000 vota në Malishevë. Do më pej 15.000 plus. Do më Krem Kastrati, kryetari i cili është edhe shef shtabit atje në Malishevë. Do më thonë, është të bën një punë të jashtëzakonshme me secilin aktivist, me gjitha strukturat atje. Po ashtu nisma socialdemokrate nuk është prokuvizuar vetëm Malishevë, për faktin nëse të bazohem në zgjedhjet lokale, në shumicën e komunave të Kosovës ka asamblezë nëpër kuvende komunale. Sot atë ndikon edhe kjo mbështetje e këtyre asamblezëve, këtyre votuesve të nismës në mbështetje të subjektit tuaj. Në zgjedhjet lokale kanë qenë një pasqyrë e mirë, domthonë me pas se ku është nisma dhe në secilin komunë. Po kemi përfaqësim pothuajse në gjitha komunat e vendit, dhe kemi dykon me 1, dykon me 2, dykon me 3 asamblezë, dhe kemi po domthonë një listë shkëlqyeshme dhe gjithë këta, po jo vetëm ata që kanë kaluar, po gjitha ato dje me vajza, njerëz të ndershëm e meritor për vend, kudo që jetojnë, në komunat e tyre, në lokalitetet e tyre. Domthonë, janë shndruar një armatë e madhe që i po i dhon shpirt e zemër kësaj thirrjes komandant Çelikut, Fatmir Limajt për bashkim dhe këtij rreshtimit të madh që po bëhet te numri 122 për këto zgjedhjet nacionale që jemi. Dhe domthonë, është një listë tonë aktivistësh anë konventit dhe po besoj që domthonë kë performancë e tyre, ky angazhim i tyre. Dhe kjo nevojë e kohës për bashkim forcash ka me sjell rezultatin e duhur dhe pritjet tona që nisma të jetë kuvend. Po ne kemi domthonë angazhim të madh të radhëve në zonën 04 që quhet regioni 04, po të qenë si në komunë, në zonën 02, domthonë në 05, në Dugazhen, në Llap, në Prishtinë, kudo, secili aktivist i joni sot do t'ju e bë punën në mënyrë më të mirë të mundshme dhe po bën thirrje për bashkim dhe për rreshtim qytetar në numrin 122 me listën me Fatmir Limaj. Zoti Dukulli, faleminderit që ndot kohën të jeni pjesë e televizionit Arbëria, ju uroj suksesin nga ora. Zoti Morina, faleminderit shumë, respekt juve dhe televizionit që ju përfaqësoni. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.